Holli Teatrit Migjeni në Shkodër mirëpriti koncertin Matine Klasike, ku publiku shijoi interpretime të veprave nga kompozitor botror dhe shqiptar, të sjella nga pianist, këngëtar lirik dhe instrumentist. Regjizori Arben Haveri dhe koncertmaestra Hermira Gjoni vlerësuan rëndësinë e organizimit të aktiviteteve që promovojnë muzikën klasike dhe mbështesin artistët e rinj. Sot për fatin e shikuesve, dëgjuesve, mblidhen bashkë në një koncert, Matine e kanë titulluar, artist, muzikant, profesionist. Është fat edhe është ngjarje e rrallë. Do të bëjmë të mundur që ky koncert i veçantë me muzikë klasike dhe me ndërthurje të muzikës burimore shkodrane të jetë i pranishëm edhe për publikun. Unë kam marrë këtu në Shkodër para 10 vjetëve me sopranon Fiorella Miria. Po ajo ka qenë një vajzë e vogël në atë kohë, sa kishte fillu muzikën. Tashi mas 10 vjetëve po vim, kemi dhënë koncertin në shkollën e muzikës. Tashi po vim, ajo është e para shqiptare që ka hyrë në Juilliard School. Edhe është një këngëtare shumë premtuese, e mrekullueshme. Artistët vlerësuan organizimin e koncertit duke theksuar se aktivitetet të tilla e afrojnë publikun me muzikën klasike. Këtu ky koncert i sotshëm ishte shumë entuziast sepse përmbledhi shumë artista që vinë edhe nga jashtë Shqipërisë, edhe artista shqiptar që jetojnë këtu, artista shqiptar që vinë nga jashtë edhe ke një shumë emocionues. Një koncert jashtëzakonisht i veçantë për faktin që mbledh shumë gjenerata muzikantësh shumë të mirë, të cilët janë gjithë botën dhe kthehen për këtë koncert. Prindërit e mi jetojnë në New York, por kanë lindur në Shkodër. 10 vite më parë unë kam kënduar në skenën e Teatrit Migjeni dhe për mua është një nder privilegj që rikthehem të këndoj sërish. Koncerti u mbyll mes duartrokitjeve të publikut duke pasuruar kalendarin kulturor të Shkodrës.